do të llogaritemi, dietarët e Islam thotë do të kërkohet prej neve llogari se sa kemi qenë ne të kujdesshëm ndaj trupit ton, që trupi ta ketë atë freskinë, ta ketë atë elanin e duhur, qoftë në raport me krijuesin, qoftë në raport me vetveten ton, po qoftë edhe në raport me të tjerët. Se ndonjëherë kërkohet që ti ta vën shëndetin tënd funksion që ti shërbesh familjes. Ndonjëherë ti shërbesh shoqërisë e kështu me radhë. Do thotë kjo është ai koncepti i llogarisë. Ndërsa a lejohet që ne ta mbingarkojmë trupin ton dhe shëndetin ton në raport me adhurimin? Sigurisht se nuk lejohet. Do thotë po ne atë pjesën e shëndetit ton e vëmi në funksion të përulljes dhe nështrimit ndaj krijuesit, mirë po nuk lejohet me mbigarku në sferën e adhurimit, dhe kjo shihet qartë qoftë në ngjarjen e njohur kur i dërguari Allahut e porositi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, i cili ishte djalosh i ri dhe i cili pothuajse tërë natën e kalonte në namaz, duke lexuar Kur'an dhe duke fal namaz natë. I dërguari Allahut tha, bëje Kur'anin hatme një herë në muaj. Do të thotë, nëse ky njeri tërë natën e ka kaluar në namaz, atëherë i binte që një pjesë shumë të vogël në raport me pjesën tërë natën me kaluar namaz. Ai tha, un kam kapacitet dhe dëshirë më shumë. Tha, atëherë një herë në javë, e kështu me radhë. Do të thotë pejgamberi alayhis salam ja bëri këtë vërejtje Abdullah ibn Amrit, duke kërku prej tij që të mos e mbingarkoj trupin e tij në raport me ibadetin. Po ashtu pejgamberi alayhis salam i japi të drejtë Selmanit në raport me Ebu Dardan. Selman el-Farisi dhe Ebu Darda radhiyallahu anhuma ishin miq. Do këta ishin dy shokë të pejgamberit, po këta dy kishin një miqësi dhe familjare. Dhe kur Selmani shkoi me vizitu Ebu Dardan, gruaja e Ebu Dardas një formë u anku se Ebu Dardaja është jap aq shumë ndaj adhurimit dhe përkushtimit, saqë ka filluar me haru edhe familjen, ka filluar me haru edhe detyrimet ndaj jetës, po ka filluar me haru edhe kujdesin ndaj trupit të tij. E Selmani, si mik i kësaj familje, si shok, si dost, i tha, e ke gabim. Kjo mbingarkesë është e papranueshme. Dhe ata për një moment sikur nuk u pajtuan dhe shkuan te pejgamberi sa. Pejgamberi i japi të drejtë gjykimit të Selmanit. Dhe në fund pastaj pejgamberi tha, ti ke obligime ndaj vetes, ke obligime ndaj trupit tënd, ke obligime ndaj familjes, ke obligime ndaj rrethit. Do të thotë të gjitha ti bëjmë në mënyrë proporcionale. Adhurimin ndaj Allahut, sërish përgjegjësia ndaj trupit është e madhe. Allahu shpëlbej, domethënë kjo ndërhyrja ishte shumë me vend për shkak se ndoshta domethënë ndokush mund të pretendoj dhe mund të synoj ato më të lartën dhe të prek ato pikat më kulmore të devotshmërisë, mirë po kjo nuk i jep të drejtë që ta dëmtoj trupin e tij.